Përshëndetje, unë jam Blenda dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Si e kuptove që freelancing ishte rruga jote? Freelancing ta jap një fleksibilitet që puna në zyrë nuk ta jap. E ke mundësinë me punu nga kudo, edhe atëherë kur ti je të arsyeshme. Ky lloj fleksibiliteti është sepse unë e shoh si karrierën time ideale dhe pse unë kam gjetë veten kaq shumë në këtë profesion. Cili ishte projekti yt më i çmendur si freelancer? Nasha jo më i çmenduri, po kisha thonë një projekt cilën se kisha menduar që na kosh mundet me pagu për ta. Janë projekte të cilat i kam marrë kitë në fillim të karrierës tam. Ka qenë një projekt ku krejt puna jam u kanë me copy paste të dhona. Do të thonë jam punësues si transcriber, i kam bë copy të dhona për një faqe dhe i kam bë paste në një faqe tjetër. So që u kanë absurde që dikush është më pagu tamam pare për çat projekt. Si gjejnë klientët e dur dhe nuk e humb kohën kot? Njëra prej mënyrave më eficiente për me gjetë klient është me kriju një brand personal të ëndin, mu dallu për shkallësitë dhe shërbimet të cilat ti ofron. Unë klient gjej në forma të ndryshme. I shfrytëzoj disa nga platformat ku ta ofron këtë lehtësim për me gjetë klienta. Disa nga këto platforma janë si Upwork, Fiverr, JobRack, WeWork Remote të ngjashme, edhe gjithashtu shfrytëzoj shumë pjesën e LinkedIn-it. Në LinkedIn e kam shumë fokusin për me kriju brandin tim personal dhe mu dallu për shkallësitë të cilat unë i kam, ndërsa në platformat të cilat i përmenda i shfrytëzoj direkt për me kontaktu me klient për pozitat të cilat vetë sa ata i kanë të shfaqura në këto platforma. A mund të fitosh mirë pa punuar 9 to 5? Si e bën ti? Muna me thonë që pjesa 9 to 5 është ndoshta një lloj limitime që na nuk e vrejna që është limit në vetë vete. A mund është me fitu mirë? Po, mund është me fitu shumë mirë. Pjesa e freelancing ose remote varet ki prej te edhe kapacitetit, potencialit dhe ambicis që ti e ki. Nëse ti mund është me mbajt 10 klienta, kur gja nuk të kafizon ty për mi marrë 10 klienta, ose edhe më shumë. Kështu që sky's the limit. Cila është sfida më e madhe që nuk të tregon askush për freelancing? Nashta sfida më e madhe është me kriju qatë brandin personal tonin, edhe me pas kredibilitet në treg, edhe me gjithë klientat e parë. Krejt flasin se sa mirë është me punu remote, sa mirë është me punu si freelancer, që shpagat janë të mira, por kur kush nuk ta tregon se sa vështirë është me ardhur në çat pikë. Edhe pjesa që në vazhdimsi kemi qenë duke krijuar, duke lyp për klient, edhe duke kriju lidhje me klientin. Kështu që pjesa e komunikimit me klientin është një shkallësi që duhet mu zhvillu, edhe mu utilize në qatë mënyrë që ti me pas lidhje të gjata me këta klient dhe mos me traqë nësë me kanë duke kërku për klient. Si e menaxhon stresin kur klientët janë të vështirë ose pagesat vonohen? Një mënyrë e mirë për me bërë një menaxhem të tillë është me pas planifikime paraprake, do me thonë se ki klient të vështirë, duhesh u mundu mi akomodu kërkesat e tyre, edhe që në fillim me startu duke vendos boundaries ose limite, edhe mos me punu për punat të cilat janë ose kërkesat të cilat janë out of scope. Do me pas ashtu pak thick skin, edhe me ditë me thonë jo, kur kërkesat janë të parasyshme ose janë jashtë asaj për cilën ti paguash. Ndërsa nëse pagesat vonohen, atëherë duhet me ditë me kanë konsistent në kërkim, po jo dhe i mundim shumë në kërkim. Do të më bashkë të annoying të i thonë që mi paret. Po mi dërgu reminders të her pas hershme. Edhe pse realisht nuk është që kom pas shumë probleme kur vjen puna të pagesave, zakonisht klientët janë shumë të perfekt, veçanërisht nëse gjenden përmes platformave të cilat vetë i përmenda. A mund të punosh freelance nga Kosova dhe të fitosh në dollar apo euro? Po, do me thonë me punu si freelancer ose remote nuk ka ndonjë farë lloj kufizimi gjeografik, ti mund është me punu prej Kosovës, Shqipërisë, kudo që ti je, mund është me punu edhe me gjithë klient ndërkombëtar, mu pagu qoftë në euro, qoftë në dollar dhe me fitu paga bagi të mira dhe me ndërtu një karrierë tepër suksesshme. Cili është sekreti yt për të dalluar nga mira freelancer të tjerë? Një këshill që në vazhdimsi e jap është me arrit me kuptu se çka është the pain point of the client. Do me thonë, çka po kërkon realisht klienti prej teje. Çka janë çato sfida që ai pikon në çat kërkesë që e ka karshi teje. Edhe me i fol në bazë të asaj kërkese. Për shembull, unë në profesionin e kam në Amazon, edhe kur unë bisedoj me klienta,
fillimisht mundona me kuptu se ku është problemi sa kësë shqityra. Është problemi që s'po ka shqitja, është problemi që produktet kanë probleme, ose është problemi që pjesa e marketingut nuk është të funksionu brenda përditshmërive të tyre. Momenti kur unë e kuptoj këtë parametër, tani unë i jap sqarime në bazë të këtyre parametrave. Do me thonë, ti dush me fol klientit edhe mi jap shembull konkret për eksperiencës tane për problemet që ai ka, po jo në mënyrë gjenerale vetëm me shku me thonë unë e kom bë këto, unë e kom bë këto, unë e kom bë këto, po me specifiku, me niche it down edhe mi fol për çata që ai vetë do me dëgju. Çfarë këshille do ju japë të rinjve që duan të fillojnë sot? Me ja nis. Do me thonë këshilla më e mirë që unë muj me jap është gjithçysh me ja nis. Si e shet ardhmën e punës online për të rinjt në Kosovë? Mundësi që i sjell bota online, pjesa si freelance ose remote janë të panumërta. Kjo kam ju mundësu të rinjeve në Kosovë që mos me do është me emigru për të gjetë një punë të mirë, me një pak të mirë dhe një jetesë të mirë, po krejt këta kam e mujtë me bërë nga Kosova. Çajo është diçka që na jena tu munduar me sjell, jo vetëm në baza individuale, po me arrit që në masa madhore me shumë punësi në Kosovë.